Përfaqësues nga zyrat të zhvillimit, asistencës dhe trajnimit të prokurorisë jashtë shtetit janë parë sot në ambientet e strukturës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Lajmi është bërë i ditur nga gazetare, e cila ka deklaruar se përfaqësues të zyrës kanë zhvilluar ditën e sotme një sër takimesh në gjykatën e posaçme antikorrupsion, si dhe në prokuroritë e posaçme SPAK. Mësohet se kjo vizitë të njëjtëve përfaqësues që kanë qenë në mision para urdhërit të presidentit Donald Trump kanë mbajtur takime gjatë ditës në ambientet e prokurorisë së posaçme dhe SPAK-ut. Kjo tregon se Shtetet e Bashkuara të Amerikës vazhdojnë të qëndrojnë me vendosmëri pranë institucioneve të pavarura të drejtësisë në Shqipëri, duke i mbështetur në luftën e tyre kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Misioni i tyre u largua nga Shqipëria pas urdhrit të Donald Trump për ndërprerjen e fondeve amerikane dhe për institucionet që asistonin organet e drejtësisë në Shqipëri. Urdhri i Donald Trump për pezullimin e ndihmës së huaj preku dhe misionin amerikan, po në këto zyra të zhvillimit në Shqipëri. Një pjesë e mirë e ekspertëve amerikanë të këtij misioni që ishin vendosur nëpër institucionet shqiptare u larguan. Bëj fjalë për persona dhe grupet e punës, të cilët kanë dhënë ekspertizën e tyre në fushën e ligjbërjes dhe ligjzbatimit.